أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذي الأذريمة إتاكوين vetëm Allahut Azza wa Jall صلوات dhe salamat I adrugojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhelalu ala qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave meditime kuranore, ligjëratave të syfyrit. Jemi në ligjëratën e radhës tek meditimi I surës An-Nazi'at, nga surët e gjuzit amme, pra gjuzit të fundit, nga surët të cilat sure flasin për gjëra esenciale, apo cila sure flet për gjëra esenciale dhe bazike të fesë Allahut Azza wa Jall. Kemi mbet në ligjëratën e kalume dhe kemi fillu njëkohësisht që të shkoqisim mësime dhe porosi nga ajetet e kësaj sure, apo thënë shkurt, duke meditu ajetet e kësaj sure, ulemaja kanë nxjerrë mësime dhe porosi. Hatim al-Asam, Allahu Azza wa Jall, do thot e mëshiroft, Hatim al-Asam, falni, thot duke lexu apo duke meditu surën An-Nazi'at, thot e pash që shumica e krijesave, po flas thot njerëzit, nga lloji njerëzve, shumica e njerëzve e pash që e pasojnë egon e tyre, nefsin e tyre dhe teket e tyre. Edhe shumica e tyre vrapojnë që t'i arrijnë synimet e tyre, planifikimet e tyre, pavarësisht nëse këto synime bien kundërshtim me ligjet e Allahut Azza wa Jall. Edhe thot më kujtu fjala Allahut në surën An-Nazi'at, duke thonë Allahu Azza wa Jall, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Duke meditu fjalën e Allahut Azza wa Jall dhe ai I cili I friksohet daljes para madhërisë së Allahut Azza wa Jall, pra takimin me Zotin e vet, edhe ndal nefsin, egon e tij nga gjërat e hidhura, vendqëndrimi I tij është xheneti Allahut Azza wa Jall. Edhe thot, mushtua bindja edhe më tepër se Allahu ka herë apo ka më shumë në ka lajmëru në Kur'anin fisnik për gjendjen e shumicës së njerëzve. Edhe thot, vendosa që nga ai moment të stagnoj në plotësimin e çejfeve, tekeve personale të egos dhe nefsit. Edhe vendosa që t'i ja përparësi të gjitha çështjeve, do thot çka kanë të bëjnë me Allahun Azza wa Jall, do thot më dhon përparësi Allahu para çdo gjëje tjetër. Do thot meditimi I këtij ajeti të kësaj sure e ka bërë që Hatim al-Asam të ketë një shikim ndryshe të jetës, Hatim al-Asam të ketë një trajtim tjetër të jetës nga ajo që ka qenë më herët. Andaj mos e përjashto mundësinë I nderuar agjëruese që edhe ti të ndalesh dhe të meditosh nga kjo sure, ta gjesh një ajet kuranor edhe të meditosh gjendjen tonë personale, të meditosh gjendjen e njerëzve në përgjithësi. Do ta shohësh që shumica e tyre, do thot, nuk munden me përballu këta çka cekë Allahu, pra këto çka cekë edhe Hatim al-Asam, edhe ajo është pra ai I cili friksohet takimit me Allahun Azza wa Jall, edhe largohet nga gjërat e ndalume, për të është vendqëndrim xheneti Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej dobive, ka thënë ulemaja muslimani, kur e lexon këtë ajet kuranor. Ajeti kuranor ja bën me dije që takimi me Allahun është I pashmangshëm. Ajeti kuranor na bën me dije që ajo që e bën dallimin
në mesin e njerëzve mas imanit besimit është se aq ma shumë që e kujtoj njeriu takimin me Allahun, aq ma larg egos dhe nefsit. Aq ma shumë sa njeriu e kujton këtë takim dhe përgatitet për këtë takim, e kupton që nuk ka kohë, nuk ka vakt mi dhonë përparësi epshit dhe nefsit, që mi plesu tekat e tyre, qofshin ato teka, dhe thot edhe nëse jon halal, apo jon mubah. Gjithashtu ka thonë ulemoja, duke meditu këtë ajet kuranor, është që ajo që është njeriu me meditu takimin me Allahun Azza wa Jall, është ajo shtytja e brendshme, e cila buron nga zemra dhe imani besimi. Aq ma e shëndosh zemra, aq ma i fuqishëm imani, aq ma shumë shtohet dashuria për të taku Zotin, aq ma shumë shtohet dëshira për t'i plesu kërkesat e Zotit, dhe aq ma shumë njeriu rrin larg qefeve dhe tekeve personale, se koha ke dunja është e shkurt. Andaj e llogarit humbje kohe me u kënaqur në gjëra që Allah i ka leju, e duke qenë që ato janë halal, ama nuk merret me to për shkak s'ka që me hub kohën, nga se koha është e çmuar dhe e shtrejt. Por arsye, Allahu ka thënë në një ajet tjetër kënaqur, men kana yarju liqa Allah fa inna ajra Allah la'at. Kush e shpreson, e ka në mendje takimin me Allahun Azza wa Jall, le ta kuptojë drejt dhe mirë se takimi me Allahun do t'jene, është i pashmangshëm. Andaj, ai takim vjen kur ata din vetëm Allahu Azza wa Jall. Pastaj, për ta dash takimin me Zotin, duhet me u përgadit dhe me jalon tërësisht çështjen Zotit. Ka thonë alayhi salatu wassalam, men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Ai cili do takimin me Zotin, edhe Allahu do takimin me të. Ai cili urren takimin me Allahun, edhe Zoti urren takimin me të. Andaj duhet me pas mendim të mirë për Zotin. Mos vdesë, ka thonë pejgamberi, askush për juve ndryshe vetë duke pas mendim të mirë për Zotin. Vetë duke e dash takimin me Zotin xhallahu ala. Dhe kur njeriu i drejtohet Zotit, edhe nëse krejt brengat e dunjas i vërsulin dhe i bien mbi kokën e tij, ai prap një farfon me ka qef me jetu me shtu dozën e punëve të mira, po ka qef dhe mu taku me Allahun Azza wa Jall. Nëse sprovat kanë rëndu, atëra fejnë kene le bud, nëse atëra është dhe mos me bo doa s'ka rrugë dhe qëtër, me bo doa Allahumma in kanat il hayatu khayran li. Allah, nëse jeta jeme është ma mirë me jetu, se me vdek, ma mësë të jetoj. Nëse vdekja ime është kur të alisje, dhe me hajrë për mu me vdek, ma mësë dhe me bëj që të vdes. Kush e qon njeriun me pas mendim të mirë për takimin me Allahun, çka e shtyn njeriun me dash takimin me Zotin, e shtyn largimin nga plotësimi i qefeve dhe tekeve personale, egos dhe nefsit. Që do thot, sa ma afër Allahut, doja sa ma larg egos dhe nefsit. Sa ma larg Allahut, ma afër plotësimit të tekeve dhe qefet të egos dhe nefsit. Allah na rujt, e normalisht ato pastaj mundën edhe me qenë në gjëra të ndaluara. Kështu është jeta, edhe dukush ngritet, e dukush bjen të poshtë. Ama frika nga takimi me Zotin e bën që shumica e njerëzve të largohen edhe nga gjunohet, apo shumë për njerëzve. Mirë, ka dallim ai i cili largohet nga gjunohet për shkak se i tutet Zotit, se pjedon Zoti, dhe kjo është me mbrojtë edhe nefsin veten, nesër për Allahut. Edhe kategoria e dytë që zorosh me qenë për kësaj kategorie, inshallah do njëra arrim, është mu largu pi gjunave se djen turp i Zotit. Nuk e ke shumë gojle vetën apo digjesh në zjarr apo dënosh, por e ke gojle se mbara pi Zotit me bo këtë gjuna. Mbara prej Allahut me bo këtë haram. Mbara prej Allahut me fol këtë haram. Allahu më shef. E kur të rëprohet robi në këtë dunja pi Zotit, mos më bo gjuna, edhe Allahu ka thonë Ibn Kaimi të rëprohet nesër që me dënu këtë rob. O shrond, o shkollë lartë,
po me keq shkallë e realizon edhe atë gradën kajmake më të lartë të imanit, besimit apo islamit, ajo është ihsani. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur se e duke pa atë. Edhe pse ti nuk e sheh, ai që ty. Pse nuk e bën gjunojnë? Njëri thot tut na pi Zotit. Pse nuk e bën gjunojnë? Po m'ulet autoriteti. Pse nuk e bën gjunojnë? Po m'jen turp i Zotit. Kjo është grada më e lartë. Okej, të friksohesh atë dënimi i Zotit, ama para së gjithas, para gjithave, vjen turp nga Allahu azza që Allahu ti ka dhënë gjithë të mira me të pa ti të i bën gjëra ti. Edhe kjo është grada më e lartë që pak pikërisave të Allahut azza wa e arrin një gjështje të tillë. Gjithashtu ka thonë ulemoja prej cilësive të zgjedhura të Allahut azza wa është ku bazuar në këtë ajet wa ma man khafa maqama rabbih, është se ai cili i tutet takimit me Allahun azza wa jall, dalës para Zotit. Ai sado që njëlloset zemra e tij me gjunahe, ai pendohet se ka që me shku me zemrën pasat e Zotit. Pse? Po shkak se që ka thonë Allah në gjuhën e Ibrahimit alayhis salam, illa man ata Allah bi qalbin salim. A dit nuk ka me shpëtu pasuria shumë të vletë të shumë, ka me shpëtu nëse del para Zotit me zemrë të pastër, nga shirku, idhujtaria dhe gjërat e tjera. Andaj sinjal që imani jot është në rregull dhe që jepe atyve që do takimin me Zotin është se vazhdimisht bën përpjekje. Lufton me egon dhe nefsin dhe dëshiron që ta kanalizosh dhe të mos bojnë ata çfarë dojnë veten tonde. Islami nuk ka ardhur me zhduk epsh. Është pamundur, se Allah na ka kriju epsh mëna. Po ka ardhur me i kanalizu punë çështjet, me i sistemu, jo me i lënë të lirë se epshi nefsi jo sikur se shtazët, Allah e nderoft. Po e le të lirë, bën haos apo kaos. Po e mirë menaxhove, do thot shërben dhe e shfrytëzon aty ku ke nevojë. Andaj nuk lypen neve shumë Zoti. Vetëm me i mirë menaxhu çështjet. E jo me i largu se është e pamundur më konë insan edhe me thonë që s'po du me pas epsh apo me zhduk epshin e tërësi se s'ka mundësi një gjë e tillë. Gjithashtu ka thonë ulemoja, Allahu azza wa jalla në këtë ajet kuranor, wa ma man khafa maqama rabbih, na ka tregu që të gjithat ata të cilët i kanë ngursu zemrat, të gjithat ata të cilët kanë njëllu zemrat, të gjithat ata që ju bë rob të dinarit, dirhemit, pushtetit, bukurisë, ata le të mendojnë se kjo fjalë, ai cili i friksohet takimit me Zotit, ka mundësi momentin që e kujton, i vjen vdekja feq eten, i vjen vdekja befas. Edhe pyet veten, nëse vdekja im vjen sot befas, a do jam gjenje me taku Zotin? A do bëj kërkesë që të kthehena mbrapa edhe një herë? A do jetë herët ky takim me Zotin? Si do dal para Zotit me këtë zemër? A kam të një los apo jo? Kjo është thirrje. Nuk nëse ka jetet kuranore veç thjesht për t'u lexu, edhe për t'u kalu, si diçka e thjesht, por për t'u meditu, edhe për t'u jetësu porositë e këtyre ajeteve. Pastaj Allahu azza wa jalla tha: "Ka'annahum yawma yarawnaha." Tregon Zoti xhallahu ala që njerëzit ku t'i vesin dunja so kanë nejt, thot ose një mbrëmje ose një çast paradite. E pse thau kështu? Se kjo dunja është e shkurt. Kur ta kuptojnë se sa është ahireti gjësia, s'ka fund, e ka një fillim dhe s'ka fund, e shohin që krejt që kemi ndejnë dunja, 80 vjet, 90, ose si një mbrëmje në ahiret, ose si një paradite, thjesht. Jo shumë gjatë. Anem se kjetu të dhjetë. Thot Hasan al-Basriu, ja ibn Adem, o biri Ademit,
هذه الدنيا إنما هي غدوة أو روحة أما تصبر عن المعصية. O bira demit, kjo dunja është kalimtare, është qaste, është një lloj pushimore, në të kuptimin e fjalës janë ndalë me një hije, pastaj vjen koha me u zgju dhe me vazhdu udhëtimin. E thotë o bira demit, aso përbën sabër në kyrën e gjunave për një çast saktuma, as po jenë gjeni për Allahun Azza wa Jall mu distancu nga gjunahet. Në këtë dunja të përkohshme, a ka shlet dërzohesh tja, a ka shlet joshësh nga dunjaja, shejtani, epsi, nepsi për gjuna, ka që do pëtja, më sabër në këtë dunja, që është të caktume, pra se marrë koha i hreti, edhe që është fillim dhe nuk ka mbarim, me i ra pishmon, pastaj se pishmon loku i tillë është vonë. Ashtu prej meditimeve ka thonë ulemoja, ata të cilët kryjnë gjunohe, ata do t'jenë ma pishmon se çdo kusht tjetër. Kur e kuptojnë realitetin e botës tjetër, kur të ngjallën, kur gjen vdekja, letërunha ajnë al-yaqin, kur ta shohim me sytë vetë xhehenemin, fillojmë me e mallku veten, me e quftu veten, qysh rash këtë deregje, nivel të keq, për një paradite, për një mramje në dënjo, që ashtu i do këtash, me hub këto që është e përgjithmashme. Pse unë e kështu me bo? Ku i pata mend? Ku e pata logjikën unë që rash këtë deregje të këtë nivel në nxerro? Prej dobive kanë thonë ulemoja, se i përket dunjas, o thot, është një mëngjes edhe një mbrëmje, ditë saktume. Thot, atëherë, muslimani duhet me bëhet kundërtën, që Allahu do thot mos me dënon, dhe që ai mos me i ra pishmon në ahiret, po me vepru sikur ata, që Allahu thot, wa ajiltu ilejke rabbi litërda, o Allah, shpejtova të ti, shpejtova në kryrën e punëve të mira, pse me të knasht jo Zot, që ti të ndahesh i knashur me jetën time, që ti të ndahesh i knashur me punët e mia. Do të më bëj për atyme që do thot Allahu Azza wa Jall, do thot ka kërku prej neve që të bëhemi prej tyre. Prej mësimeve që i kanë nxjerr ulemoja është se Allahu Azza wa Jall është betu në këtë sure në disa çështje. E para është Zoti xhallahu ala ka thonë ulemoja është betu në surën Naziat. Ka bëu këto betime për ta vërtetuar, do thotë edhe më shumë ditën e gjykimit. E pastaj me njerë pas betimeve që i ka cek Zoti, fillon me i shpalos disa skenat e ditës së gjykimit. Do thotë unë jam të u betu, thotë do më thonë Allahu Azza wa Jall, sikur do me thonë Zoti që po betona në gjëra të tilla që pastaj me ju pru lojme, do thotë sakta të vërteta, se nga Allahu del veç e vërteta, por për t'ia shtuar nivelin e bindjes njerëzve dhe të mos ka njerëzit arsyetim para Zotit xhallahu ala. E dyta, kanë thonë moja, Allahu Azza wa Jall është betu në melaiket për dy arsye. Për të tregu vlerën e melaikeve. Pse vlerën? Se la ya'sun Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sun tahrim. Fa Allahu nuk i bojnë gjunah Zotit melaiket. Në gjëra që Allahu i dhënon se kundërshtojnë udhrin. Edhe wa yaf'aluna ma yu'marun, çdo gjë që i dhon Allahu, melaiket Allahut e bojnë, do thot ata. E dyta kanë thonë moja, Allahu Azza wa Jall është betuar në melaiket. Sa ato janë apo besimin e to është një nga 6 kushtet e imanit, besimit dhe ai cili e mohon ka dal nga feja Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu kanë thonë ulemoja, an-nazi'at është për shëllim meleke që e marrin me vrull shpirtin e njeriut. Që marrin me vrull, hynë këta engjoj
brendësinë e trupit të njeriut, derisa e nxjerrin shpirtin me vështirësitë më të mëdha të mundshme. Sikurse me fut një dek mrana, thot me thera dhe pastaj me ngre jashtë, thot as me vështirësi del shpirti, Allahi na ruaj. Ndërsa melekët e tjera do thot janë ato melekët të cilat normalisht muslimanëve janë nxjerrën me lehtësi, do thot shpirtin, dhe këtë e bojnë për shkak se ata kanë jetuar si musliman, edhe normalisht kanë vdek shumë, do thotë si musliman apo kanë vdek me iman dhe besim. Idhujtarët që po shkon Zoti nuk mundën me perceptu si ka mundësi me u bë pluhur edhe hi, edhe dhe e më në rinjallë Allahu Azza wa Jall, po kjo është, do thotë, ignorancë e thellë dhe në farë forme paturpsi e lartë e paskrupur për një logjik njerëzore që ka kriju Zoti me bo këtë pyetje raport me Zotin. O insan, o mohues, sa kryesh është njeriu, sa i paskrupur bëhet njeriu. Shë për vete gjëja gjigante që ka kriju Zoti, edhe pastaj bën pyetje, si ka mundësi më na rikthy Zoti, më na ringjall kur i bëhemi pluhur dhe hi. Si është e mundur më bëj kjo pyetje? Apo ai që kur i kshef këto gjëra, thotë ka kriju natyra. La ilaha illallah. Kush e ka kriju natyrën? Zoti. A si ka mundësi me thonë që i ka caktuar dhe i ka kriju natyra? Për dobive që i kanë nxjerrë ulemaja është që Allahu Azza wa Jall i tregon pejgamberit sallam që pa tjetër do duhet me lëviz njeriu për ta ruajtur këtë rrugë drejt edhe për ta parhap, siç ka bërë, do thot në kodrën tua Musa alayhis salam, ku Allahu Azza wa Jall e thirrte që të komunikoj me këtë pejgamber në mënyrë direkte dhe t'ia plasoj në mënyrë direkte shpalljen pejgamberit të tij Musa alayhis salam. Shikone butësin që e kërkon feja nga ne. Është normale që jo të gjithë njerëzit me ta kuptu drejt qëllimin. Është normale që dikush ose përmes këtyre kuptimeve që i ka, përmes nxitjeve të jashtme breshme, çka po di unë, me kriju armiqësi të pa kuptim nga ne ndaj teje. Andaj kanë edhe për shkak të imanit, besimit që e ke. Mirë po, kjo nuk të jep ty komoditetin me u sjell me mënyrë të keqe, edhe mos sjell me mënyrë më të keqe të mundshme. Allahu urdhëroi Musain dhe Harunin me kriminalin e asaj kohe mos sjell but dhe mirë. Nga se ka mundësi ndikon kjo sjellje dhe ai kthehet dhe mendon. Gjithashtu Firauni tregoi pa fuqinë e tij, arrogancën e tij, edhe i tuboi njerëzit më herë. Çka nuk kupton nga kjo? Firauni e dinte që Musa është hak. Po problemi se kjo dije e shtin ato mbutut hala më shumë. Se pia prish pushtetin edhe artllakën që e ka pas në thojzën atë kohë. Edhe njeri i keq që tutet nga njeri i mirë, me njerë mobilizohet për ta ndalë hovin e njerit mirë. Me bo mirë apo me uzu mirë. Kështu ka vepru Firauni me njerëzit, dhe thotë dhe ka përdor metodën e frikës, ndëshkimit, që nëse mendoni që i ka Zot përpos meje, pastaj, nëse mendoni që unë si jam Zoti juaj më i lartë, atar ka me pësu, ka me pas ndëshkime dhe i ka tut normalisht, i ka kërcënuar me xhenem, me denim falni, me vetëm qëllim që ata të friksojnë atij dhe normalisht të besojnë që ai për ne është Zot, Allahi na ruaj. Gjithashtu prej dobive kanë thënë ulemaja është Allahu Azza wa Jall ka zbukuruar gjërat. Do thotë ka lëshu shi, ka bëu kollosa, i ka kriju qejt në mënyrë më të mirë të mundshme që krijesa njeri mu mahnit edhe me kjo meditim me çu drejt besim. Fetebarakallahu ahsanul khaliqin. Sa i mrekullueshëm është Allahu Azza wa Jall krijuesi çdo gjë. Hadha khalqullah. Kjo është krijimi i Zotit. Fayaruni madha khalaqa alladhina min duni. Kallzoni
çka ka kriju illit, diçka jashtë asaj që ka kriju Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu ka thonë ulemoja, këto ajete na mësojnë se shtrimi dhe kompletimi i tokës është bërë, do thot, pas krijimit të qejve. Normal janë kriju qejt, pastaj do thot është bërë krijimi i tokës nga Allahu Azza wa Jall. Edhe pse ulemoja ka thonë që krijimi i vet tokës si tokë, do thot është bërë para krijimit të qejve, ndërsa pastaj rregullimi i tokës dhe shtrimi i saj është bërë pas, do thot, qejve. Argument Allahu thënë surën Fussilat, thua ju jeni ata që nuk i besoni Allahut, i cili krijoi tokën për 2 ditë. Ju i bëni shok Zotit, ai është Zoti i të botrave. Ati që vuri në tokë malet e fuqishme, që ja shtoi asaj të mirat dhe brenda 4 ditëve të plota përcaktoi të gjitha kushtet për të jetuar në ta. Allahu Azza wa Jalla ka storisë qiellin me yje, që të janë udhëzuar për njerëzit e ndryshim, dhe që njerëzit marrin mësime nga një gjë e tillë, me vetëm qëllim që mësimet e tilla ta afrojnë njerin më afër Allahut Azza wa Jall. Pastaj Allahu Azza wa Jall tregoi dhe tha se kur të vijë, do thot, kiameti i madh, tmerri i madh që njerëzit do të trishtohen, dhe normalisht kur të bëhet kiameti, kur jeni koha me don llogari, kalon njerëzit pranë xhenemit dhe do të shfaqet xhenemi të gjithë, dhe normalisht njerëzit do të friksohen dhe ata që nuk ju kanë nështruar Zotin në dunjë kanë me u poshtërsu, Allahi na ruaj. Por normalisht njeri që do të jetë fatlon, fitimtar, botën tjetër i ka 2 karakteristika. Karakteristika e parë është ai i cili ju ka tu takimin me Zotin dhe kjo tutje, kjo frikë e ka bërë ata që të fole drejt, gjykojë drejt, të punoje punë të mira dhe të largohen nga këqijat. Dhe e dyta është ai ka ndaluar veten nga dëshirat e shfrenuara dhe shkelja e kufive të Allahut Azza wa Jall. Kush ka vepruar kështu, me lejen e Allahut Azza wa Jall, ka me qenë prej të shpëtuarve nesër kur të dalmi për Allahu subhanahu wa taala, dhe normalisht të gjithë ata që mohojnë takimin me Allahun Azza wa Jall apo të ditën e gjykimit apo ringjalljen, do thotë ata s'kan bëjnë kurrë me Islamin, s'kan bëjnë kurrë me fenë e Zotit xhelle wa ala. Kemi edhe mësime tjera, po mendoj që do të lojmë për ligjëratën e ardhshme, me vetëm qëllim që të mos stërzgjatemi. Dhe në takimin e ardhshëm ju dëshiroj syfir të këndshëm, dua lutje të pranuara, agjerim të lehtë dhe të pranuar. Zoti të mos mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.